vuj për I kombe, po më thoi me lyme do laqët, je? Nështë ta sholla, po më ban hajrë. Edhe me ketës për duke me najtë të tjeret këtë thahat loqë, që ashtu me nejten, kom të I kanal durt. Të thonë, veçit probleme keni Qëtë problem, po. Shka këtë mbulesës? Ta mbulesës nuk po munëm. Zhik balë po na jetë, po thojnë, është shumë I shëndetshëm, po e shërus. 19 natës pra mi na hinu I pak, me provu e bazentin, që s'pat bura. Ta laqë e që jesë interesor, për çdo herë ki çdo kon, është të I përshërus. Amo, s'të këna ti që është kështu, pej 4 anëve si dukesh. Unë për telefon, për kanë thonë që është shërus. Mishë mas mitje, fjollë mas fjolle, është shërus I na ardhë që 2 ditë për sy. Vetë që 3 vjetë, a mos më bjem me nejtë paka 2-3 ditë, se jam në Zvicër në vendetur. Sënjtë më duket pak ma mirë, se edhe shtypjen e kom lartë e pak ma mirë. Disa qytetarët e këtij fshati e konsiderojnë veten edhe si banor me identitet turk. Ka prej atyne do më thonë që e kam pranu, se janë tursh, por prej ardhen e kam prej fshatrave për rreth rajonit komunës tonë. Kështu që tash për momentin fshati thuj se është si zbas. Sabaj përdorën dhe është fjallë turke. Trit nuk menojnë kurse si të më qëndrojnë këtë vend, sepse politika e ka arrit kulmin e të keqës. Vllazërt Kosova pa presion, pa luftë. Ne kanë shku në Turki, edhe mos kthehen kur. Me raportet I kemi mirë me Turqi, kemi motrën, që dajte, qështu. Përshëndetje shikues të gazetës Demos. Gjendemi këtu në Doberçan. Shumë qytetarë besojnë se uji I Doberçanit ka veti shëruese, ndërsa banorët e këtij fshati e konsiderojnë këtë burim si një vend I veçantë. Ndërsa tani do të shkojmë që t'i takojmë personat që pushihen mbrapa meje dhe t'i pyesim se për çfarë problemesh ose shqetësimesh kanë ardhur që ta përdorin ujin dhe baltën e Doberçanit. Mirvete Mohamedi, ka Prishtina në ardhje. Në orë që të mboj Doberçanit, kanë thonë që jo shërus, për lukë, për raun, për të në qka I kena dhim, e në orë sefte dje, në orë me 2 motrat edhe në 3 në orë, banojnë, këto rina derit, gjumon kësme. A e dini kështu në I rast konkret, dikujna që I kanë ndihmu, apo veç keni ndëgju? Vallaj, që shtu kena ndëgju në për telefon, për kanë thonë që jo shërus, po, për lukë, për raun shumë, për gjitha smujat, edhe najna orë sefte kësë të këqyrë mishallah, kush vje këtu, ka shërim. Qëtu kena pije, po, qëtu kena pije, dhe që sytë erdhëm që tash miljare, edhe kena pije uj për I qisojna. Bedrija Musliu, nga Prishtina, vuj për I kombe, po më thoi me lyme do laqët, je? Nështë ta sholla, po më ban hajrë. Të vjeqore jeni? Une jam 60, kjo 50, kjo 70. Tjera probleme s'kam, veç ta me gjoje kam. Me imet jam arë që nështë ta sholla, po më ban hajrë. Ova boze, këna një qështu, mishë mas mitje, fjollë mas fjolle, është shërus I na ardhë që 2 ditë për sy. Unë mas... Kësaj së është në pëlqy as të tërë? Jo, qita uj, thash për sy me provua. Se për syve këtë gjësë jam mirë, a I kena në kësa bodhve qapet, me sy s'ka. Inshallah çdo ko I ban mirë dhe neve. Synën e por qëto, s'na kërkon as këna më atencion as kur gjavëlla. I kena vadje do terapi, pak edhe në bazën të na I 2 herë, dje një herë para ditë edhe një herë prom për orës gjysë 11, që të ishin veç na femna, I na shkojna hi në bazën, sot halosin na hi. Edhe me ketës për duke me najtë të tjeret këtë thahat loqë, që ashtu me nejten, kom të I kanal durt. E kështu po më duket që s'jena të e prej kloqin heq. Do me thonë, veçit probleme keni Qëtë problem, po. Shka këtë mbulesës? Ta mbulesës nuk po munëm. Zhik balë po na jetë, po thojnë është shumë I shëndetshëm, po e shërus. Tash s'po dim që shmja po. Atje me anas po lejajke, me marë mu lymë anas po lejajke. Bazenti nuk ishtë në ambient hapër, bazenti ishtë mrenda, po ishtë I përbashkt. Edhe aty e kemë problem. 19 natës pra mi na hinu I pak, me provu e bazentin që s'pat bura. Ma për
ditën s'po kisha asnjëherë së në shkanë pa pas. Dy problemet, më të kryesore që të ishin problemet për neve. Që të problem se këna ditë, se me pa ditë problemin që është i përbashkët, nuk ishëm ardhë. As këta laqë e që jesin televizor, për çdo herë e ki çdo konë, është të i përshërus. A mos të këna ditë që është kështu, pe i kateronve që dukesh. Kështë është lo që ta manë shërus, po është, ja lo që të problem. Kushtet jo ku me ditë sa, po ka përcej një avë dit, 10 dit, 5 dit i qojmë sa hora, veç më në bëhajrë, që në që në orë për kushte. Po dhe pak. E qysh, edhe pritja ju ku me ditë sa. A zëherë për herë parë, veç. I na shkune për tjera, po ja këtë nivel tjetër, këtë ndryshe. Këto pak më ndryshe, ishe njerëzit. Shumë të durve edhe të kamëve, mas shumë të shpina qafa që më mëdhem, po s'po kem mundësi bëllë heq me shfrytëzohet tash, që të kushtet mira, po s'po kem ujë edhe që të allëq. Tjetër që të mas kryesore që janë, që të nas po muna shumë i bo, mas i po jena kështu. Se që po është, edhe kështu në ambient hapon e mas i po ka dhe 2 gjënit janë edhe. Nështë i shala në reqin, pak ma mire, bon kushtet pak mira, e në orë për mu shërua, shala zëtë në shërua mas pare edhe këtu pak e gjojna dikun vetën. Marëm edhe ka një bidan që aty kësmet këna me marë, për shkojna, po thojnë mi la sy, të shumë i mirë për sy edhe për lukth. Tanë për sy edhe për lukth është i mirë. Na bomi me të të na kërkës zbot, po që me bomi grapet. Faleminderit shumë, e shola veç ju bohet shërem. Redife Qahili, piku manove ve që 3 vjetë, a mos më bje me nejtë paka 2-3 ditë se jam në Zvicër në rendetur, e që shto veka paka gjem s'mujnë e kocinve artrusën, që shto unë dirë s'ki jenë në guni mu ka shpejda që një 3 mujë, e që shto me tableta, me gjelpona, e bira vetit mas mira, sa është keqë. Sënjtë më duket pak ma mirë, se edhe shtipje në kom lartë, pak ma mirë. Aja u kishe rekomandu edhe persona tjerë që vinë këto për me provu? Po me ardhë me provu, sa është keqë, ajo shërë nuk të banë, veç ka të një mënë. Kush ka mundësi me ardhë, mirë ashtë. Kush s'ka mundësi, si pas mundësijës. Qësh keni ndëgju fillimisht për këta ujë për ndonjë familjarit, ose a keni ndonjë rast konkret dikujna që i ka ndihmu, që keni ndëgju, e që pastaj keni vendosur? Jo, për në tonë s'ka ardhë kërkush, veç e kumë pa në internet, edhe thash hajtë që koj ta prevoj, të në nëna ile jam kanë, ta e klokotit, amo këtu ama qëtësi. Pa kicë që kjo ko, kështu ashtë mirë, selja mirë, se edhe kur po ki që tërkon shumë e prit, të loqit, të rrimë atë, po qëkon dita veç të prita, këto e ki ma qëtësi. Edhe bazentin e ki kur dush me hinë, po vallateri sa u terë që një gjysore që atë, amë për herë të parë që si hovë loqin jam të prevuse, kur vinë që këtë kohë, a ka në koha ma eftoftë. Gje edhe sot që jam të prevu loqin. A qëra herë kur vish në veç bazentin, edhe rrinjë me ato shka janë më rejna. Shty pak ma mirë, edhe për tabletave, për injekcijave, për loqit. Se para 3 mujve më kuqit ke koma s'moshna me hec, a më shty ma mirë. Është ma mirë. Allah i para, shërim më të mas. A jeni ardhë veta me nej familjar? Më pronën këto nesër vine më marrin. Doberçan vazhdon që të ketë numër të madh banorësh, por ndryshe nga fshatrat e tjera, në këtë fshat migrimi ka qenë kryesisht drejt zonës të Turqisë. Madje, disa qytetarë të këtij fshati e konsiderojnë veten edhe si banor me identitet turk. Tani do të shkojmë që të takojmë banorët e këtij fshati. Quhem Nëxhati Bishi, vi prej fshatit Doberçan, fshat cilin gjetem tash. Po fshati Doberçan njihet domosdoshmë si fshat i banuar kryesisht me komunitetin turk. Viteve të hershme, domosdoshmë duke filluar nga vitet 60, e tutje ka fillu migrimi turqve për shpërngulur në Turqi. Pjesa dërmuese domosdoshmë deri vitet para lufte kanë jetuar në fshat, po para lufteve pjesa më e madhe është zbrazë për turqve. Lidhje familjare me ta
kryesisht fshatarët nuk kanë pas, sepse ata kanë qenë vendalinë në fshat, e na pjesa tjetër jem konë tarë në këtë fshat. Pjesa dërmuese do më na miqësi e vogël aty këto, për ndryshe komunikimin me ta e kemi rujtë edhe si fqin, si kojshi, si bashkëfshatar. Nuk muj me thonë që ka banor shqiptar dhe konsiderojnë veten turq, sepse s'po besoj që e pranojnë, edhe logjikisht nuk duhet me pranu nëse janë shqiptarë dhe me thonë ashtu. Ka prej atyne do më thonë që e kam pranu do më thonë se janë turq, por prej ardhen e kam prej fshatrave për rreth rajonit komunës tonë, komunës Gjinat. E ka prej atyne do më thonë që e konsiderojnë veten turq edhe në folje, edhe në tradita, edhe në shkollim, edhe në krejta aspekte dhe mënë e konsideron vetën sa ashtu. Dobërçani ka qenë i banuar thuaj se 50% ma shumë se sa ditë vetë sotit. Sepse ka pas edhe prej komunitetit tërë që kanë jetuar shumë këto, nuk kanë qenë shpërngullur, po edhe pjesa më e madhe atyne që janë shpërngullur, do më thonë pas luftës në Kosovë dhe ka metë thuj se fshati i zbrast. Ka metë fshati i zbrast prej rinisë. Pjesa dërmuese e trive do më thonë duke fillu prej luftës, prej mas luftës, kanë migru në vendet ndryshme të Evropës, normal, për një shenjë më të mirë, për jetë më të mirë, kështu që tash për momentin fshati thuj se është i zbrast. Nuk e di sakt numrin e banorëve, parafërsisht e di, por jo 100%, dikon rezident duhet me konë parafërsisht 2300-400 banorë, a fshati i ka 723 shtëpi. Tash me marrë me llogarit se cila shtëpi me pas 5 antarë, i bjen që me pas shumë numër më të madh banorë. Por pjesa dërmuese e fshatarëve janë jashtë, në perëndim, në diasporë, kështu që na kemi mbet një pjesë që kemi menuar që është më mirë me nejtë në fshat, me jetu këtu, me punu këtu, edhe normal me kry krejt aktivitetet të. Dallimi është i madh, sepse ka pas fëmijë shumë, ka pas nxënës shumë, edhe ka pas domethënë gjenerata të ndryshme që kanë frekuentuar në fshat, edhe ajo ka bëu të mirën që ke pas mundësi me organizu. Edhe tubimet ndryshme, edhe manifestime, edhe turniret ndryshme, edhe aksionet ndryshme për të mirën e fshatit, e sot që faktikisht nuk mundesh sepse nuk ka gjenerat që del vullnetare. Jo vetëm banorët e Dobërçanit. Tash me hy në pjesën e krejt Kosovës kam betë domethënë ajo e kaluara se ka njerëz që përdorin hala fjalë edhe të turqve, edhe të serbëve, edhe këta tjerë. Edhe krejt atyne që kanë jetu do. Domethënë përdorin fjalë të vjetra që njerëz i kanë mësuar gjatë shkollimit, po edhe në shoqëni, domethënë përditshmëri me njerëz, me shok, me miq, me këta tjerë. Ka fjalë domethënë të shumta që përdorin hala edhe në gjuhën turke. Kena, por nuk kem të afërt, domethënë kanë migruar prej pjesës ku na jem shpërngull. Na kemi marrë prej Malsis Bujanovsit në fshat, viteve 70-ta, një pjesë e familjarë, faktikisht kusheri pak më të lartë, kanë migruar në Turqi. Kem lidhje, më të ralla, po sido që tjetë, pak a shumë i njohmi, edhe rallë herë vinë në vizitojnë, edhe normal e kujtojnë me madhë vendin e tyre, ku janë lidhë. Sabah, për shembull. Sabah e përdorin edhe është fjalë turke. E përdorin domethënë ato rregullisht se është fjalë e tyre. Na si komunitet këtë fshat ku jetojmë shumë herë përdormi, a dalmi në Sabah e pim ka një kafe tikon me një vend caktuar. Ma është fjalë e tyre, po shumë peshë. Tash për momentin jemi në parkun e dëshmorëve të fshatit, park i cili është ndërtuar me vetë iniciativën e banorëve të fshatit, në vend pas luftës sonë fundi, pas luftës shqiptare. Busti me Metali Belulit edhe Mollani Sërit Hajdar domethënë është këtë vend. Pikërisht nuk kanë rënë këtë vend, njëri është vrarë domethënë në pjesën te shkolla e fshatit, njëri është vrarë pjesën jashtë ndaljet të fshatit, por sido që tjetë domethënë janë dëshmorë të fshatit tonë. Prandaj edhe ne kemi nisë obligim edhe si borxh ndaj tyre spaku ta bëjmë një vepër e cila do të jetë për kujtim për krejt gjeneratat tona që vinë mbrapa, edhe ta dinë saktë se për një mend për këtë vend është dhënë gjak i madh, janë dhënë njerëz shumë edhe duhet me çdo kohë me rritë societet. Apel edhe jimi si prind edhe krejt prindve po besoj që është ai apeli që rinin tonë ta edukojmë për të mirën e pasardhësve domethënë, edhe mos t'i frymëzojmë për të keqe sepse me të vërtetë kemi ardhur në situatë jashtëzakonisht të madhe ku tash është për fatkesh me pa këtë park të zbrast pas një njeri, pas një të jashtë.
është për fatkesh. Por si do që tjetë, kjo është situata e përgjithshme gjithandej Kosovës dhe do të me ballafaqohet prapse prap. Po besoj sot me vetë edhe një fëmijë klasës parë din kush ka qenë. Politika e cila asë një moment nuk e ka gjetë një gjuhë që të rritë tanë me ndalë, me ju kriju hapësirë në vendin e tyre, me pas punën, me pas jetën normale si në krejt botën e civilizuar. Nuk ka, të ardhme në këtë vend shife qartë, që të rritë nuk menojnë kurse si qëndrojnë këtë vend, sepse politika e ka rritë kulmin e të keqës. Prandaj, na duhet me konë shumë të kujdesshëm. Gjerata jonë, po se po dhe pjesa mrapa nesh duhet me konë shumë të kujdesshëm që me çdo kusht ta parandalojmë këtë situatë, sepse veç po shifet gradualisht po zbrazet Kosova pa presion, pa luftë. Po zbrazet me atë kuptimin se krejt njerëzit e kanë menuar që Kosova ka me lulëzu pas lufte e ne po na ndodhe kundra. Prandaj me të vërtetë duhet të hapin sytë edhe politikanët tanë dhe t'i binë vetës ma sepse nuk janë karka me ndalë këtë migrim që po besoj është për njerin. Që 250 vjetë. Unë e që që ma i menë që më kanë kalëgjën. A për para ala, ma erët që kanë. Në këtë fshat ka edhe shqiptar edhe tërë. Ama ata jonë të ardhëm këtu. S'ka pas për para këtë Turqeni, këtë fshat. Tana ka. Edhe këtë, këna ma jonë hekë. Shti kanë metë edhe 35 shpi Turqeni. Mirë, shumë mirë. Na i kemi mësu për fillimit, për vëzhlimit edhe në shkollë, ma shumë, kur jemi shku të shkollë. E ma i men që ki pshat, që ki ven është. Nalë, kënë me shpia kemi ndalë të reka, është. A këtu shqiptar ka 550 shpi, shqiptar me turq 35 shpi. E kanë shku në Turki, edhe mos kthehen ku. Me raportet i kemi mirë me Turqi, kemi motrën, që dajte, që